që ti je spostuar në atë pjesë të Parlamentit Evropian, ku unë them drejtën nuk spostohem dot sepse nuk mbashkojnë vlerat me atë pjesë për arsye që dihen dhe mund t'i shpjegoj më mirë Tritan Shehu. Faleminderit. Kjo ishte replik mbi replik nuk mund të ketë. Zoti Gonxhe, ministri ka kërkuar fjalën gjithashtu. Kemi përfunduar. Do doja në respekt. Ju lutem. Zoti kryetar, faleminderit për masën e marrë dhe për reagimin tuaj në raport me fyerjet e deputetit që ishën foltore. Do doja të sqaroja opinionin publik sa i takon eventit jashtëzakonshëm datës 11, i cili është planifikuar nga janari këtij viti dhe s'ka asnjë lidhje me situatën aktuale dhe me asnjë lloj aktualiteti proteste. Do doja të sqaroja të gjitha çinxhijet e koncertit të vitit 36 sin film që t'i marrin të keqen Kanye West është një super artist i cili ka performuar në Holland 2 net në një vend Bashkimit Evropian, lider i Bashkimit Evropian, i cili ka koncert në Spanjë, ka koncert në Portugali, ka zhvilluar koncert në Turqi, në Gjeorgji, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe së shpejti edhe në Shqipëri. Ata që kanë në një gjë me koncertin, na vjen keq, do jetë një nga eventet më të jashtëzakonshme të Tiranës, të Shqipërisë, që na fut në lingën e kampioneve të eventeve më elitare sa i takon imazhit vendit, sa i takon reputacionit të destinacionit, sa i takon brandit shqiptar, edhe TV turp çdo njërit që shpif në emër të kulturës, të artit dhe të aktiviteteve që forcojnë turizmin dhe që zhvillojnë vendin tonë.